Si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 3 gjëra përcjellin birin e Ademit për tek varri. 2 kthehen dhe 1 mbetet me të besnik. Kthehet pasuria që ka shpenzuar shumë për të. Është munduar shumë. I ka braktis namazet, e ka lënë namazën e xumas për pasuri. E ka harruar Allahun azza wa jall. Nuk e ka fal taravit në Ramazan. Nuk e ka fal namazën e Bajramit. Në fund, pasuria kthehet. Dhe dyta kthehet familja që ke dashur atë shumë, keni qenë bashk, ka kontribuar, të ka ndihmuar, në fund nuk është besnike. Ajo kthehet mbrapa. Do mbetesh vetëm. Kush mbetet me ty? Me ty mbetet vetëm vepra, fjala e mirë, namazi, zeqati, agjerimi, haxhi, sadakaja, leximi i Kur'anit e vepra të tjera. Këto do të mbeten besnike në varr dhe në ditën e gjykimit.